Nuk do ta besoni, vetëm një vezë në ditë dhe I thoni lam të mirë këtyre sëmundjeve. Veza është një nga ushqimet më të shëndetshme për njeriu, që ka pasur një rikthim triumfues pas pretendimeve për rolin e saj negativ në shëndetin e njeriut. Vezët ofrojnë 6 gram proteinë të cilësisë super të lartë. Sipas të dhënave të Healthline, kjo do të thotë se vezët ofrojnë të gjitha aminoacidet që ju duhen për të marrë edhe një shëndet të mirë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Madje, po aq edhe sa mishi do të ndikojnë pozitivisht në çështjet tuaja shëndetësore. Proteina konsiderohet si një nga ushqyesit që përmbush edhe të gjitha vlerat në shëndetin e njeriut, dhe konsumi vezëve në këto situata do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit tuaj. Gjysma e sasisë së proteinës gjendet kryesisht tek e verdha e vezës. Vezët ndihmojnë gjithashtu të mos ndiheni të uritur përgjatë ditës. Një mëngjes I pasur me vezë do ju mbajë edhe më pak të uritur gjatë ditës. Kjo gjë është shumë e rëndësishme në qoftë se doni të humbisni kilogramat e tepërt trupor. Një mëngjes I pasur me vezë mban nën freurin për më gjatë, krahasuar me ushqime të tjera me bazë drithi, citon Healthline. Disa studime thonë se njerëzit që konsumojnë vezët në mëngjes ndihen më pak të uritur gjatë ditës dhe hanë më pak në drekë dhe në darkë. Vezët mbrojnë kështu edhe shëndetin tuaj të syve. Vezët janë të pasura edhe me lutein, një pigment që është kryesisht edhe I përqendruar te retina juaj e syrit. Luteina I mbron sytë nga dëmtime të ndryshme si pasojë e plakjes, por edhe nga dëmet e dritës blu që emetohen nga celulari, tablet ose laptopi. Ky lloj ndriçimi besohet të jetë kontribues edhe në shfaqjen e problemeve të ndryshme të shëndetit të syve, mbi peshës dhe sëmundjeve të tjera. Shtimi I vezëve në dietën tuaj nuk do të bllokojë enët tuaja të gjakut. Për vite me radhë vezët kanë qenë në bankën e të akuzuarve për krime të paqëna ndaj shëndetit. Shaka të mënjanë, vezët besohet se rrisnin nivelin e kolesterolit të lartë në organizëm, bashkë me të edhe riskun e sëmundjeve të zemrës. Tani shkencëtarët besojnë se vezët nuk janë të dëmshme për enët e gjakut, kryesisht vezët e zjera do të ofrojnë përfitime të mëdha unike për shëndetin tuaj. Vezët janë të mira për masën tuaj muskulare. Nëse doni të ndërtoni një masë të shëndetshme muskulare, atëherë shtimi I vezëve në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar. Njeriu nis të humbas masën muskulare pas moshës 30 vjeçare. Masa muskulare nis të bjerë me të paktën 5% pas kësaj moshe. Prandaj duhet të kujdeseni më shumë për shëndetin tuaj edhe të ndërtoni më mirë muskujt. Humbja e masës muskulare bën që njeriu të ndihet më I plogësht, më I frustruar dhe gjithashtu të rrisë shanset për fraktura të kockave. Aktiviteti I dur fizik, veçanërisht ai fokusuar te forca dhe qëndrueshmëria, janë ndihma kryesore nëse doni të keni një masë më të mirë muskulare. Vezët në këto raste do të ofrojnë proteinë të cilësisë së lartë. Gjithashtu edhe do t'i mbajnë muskujt tuaj më fleksibël, çka do të ndikojë pozitivisht në masën tuaj muskulare dhe do ju ndihmojë që të keni një mbrojtje më të mirë të nyjeve. Ndjekja e kësaj rutine në vazhdimsi do të jetë një arsye kryesore për të ndërtuar masën tuaj muskulare dhe për të evituar komplikacionet. Veza është padyshim përbërësi kryesor I një mëngjesi të shëndetshëm dhe një prej mënyrave më fantastike për të nisur ditën. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit tuaj në këto raste? Veza e zjerë mund t'i japë shumë përfitime shëndetit tuaj. Në këtë video, sipas Healthline, do ju njohim me përfitimet më të mira shëndetësore që do të ofrojë veza e zjerë në organizëm. Vezët ofrojnë 210 mg kolesterol, ku zjerja cilësohet mënyra më e sigurt për të marrë këto përfitime.
sepse yndyrat që përdoren në gatim janë gjithashtu të dëmshme dhe mund të rrisin edhe kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë të paktën 1 deri në 2 vezë të zjera çdo ditë, pa u shqetësuar shumë për nivelin e kolesterolit në organizëm. Sipas të dhënave të Healthline, ngrënia e vezëve për mëngjes, si pjesë e një regjimi të kujdesshëm shëndetësor, mund të jetë një nga mënyrat më të mira për të nxitur organizmin të jetë më i shëndetshëm, më i mbrojtur dhe të japë gjithashtu një mbrojtje më të mirë kundër komplikacioneve. Vezët e zjera do të nxisin krijimin e yndyrnave cilësore. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin edhe riskun për sëmundje të zemrës. Këto yndyrna për shëndetin tuaj mund të kenë ndikime të mëdha dhe domethënëse. Ndaj edhe ekspertët e Healthline këshillojnë vazhdimisht konsumin e vezëve të zjera si një përzgjedhje mjaft e mirë për të nxitur një organizëm të shëndetshëm. Këto yndyrna për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu edhe në rregullimin e niveleve të insulinës në gjak, e përrjedhoj edhe të niveleve të sheqerit në gjak. Vezët e zjera janë të mira sepse do të ofrojnë gjithashtu nivele shumë të larmishme të proteinave të rëndësishme për trupin dhe për organizmin tuaj në tërësi. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinave. Organizmi ka nevojë për proteinën në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteinat ndihmojnë organet e trupit të mundësojnë gjithashtu një strukturë më të mirë mbrojtëse për organizmin, të posaçme për mbrojtjen e qelizave. Shëndeti juaj i syve do të përfitojë ndjeshëm nga konsumi i vezëve të zjera. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore për ndihmën që i ofron retinës së syve në thithjen e dritës, mbron membranën dhe ul gjithashtu riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit ose edhe nga verbëria. Ndaj edhe ekspertët e Healthline këshillojnë vazhdimisht konsumin e vezëve të zjera si një përzgjedhje mjaft e mirë për të nxitur organizmin e shëndetshëm dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e tij. Nëse doni të përfitoni të keni kocka më të forta, më të shëndetshme, atëherë shtimi i vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore do të jetë gjëja më e mirë ushqyese që mund t'i jepni organizmit tuaj në tërësi. Vezët e zjera janë të pasura me vitaminën D, vitaminë e cila është shumë e rëndësishme për kockat dhe për dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave për thithjen e duhur të kalciumit dhe ndihmon që të keni rregulluar nivelin e kalciumit në gjakun tuaj. Ky proces do të garantojë që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë dhe më i shëndetshëm. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e vezëve të zjera si një përzgjedhje mjaft të mirë shëndetësore, dhe konsumi i tyre brenda normës së rekomanduar ditore do të jetë gjëja më e mirë që mund t'i ofroni trupit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Sigurohuni që vezët t'i keni pjesë të dietave tuaja, kryesisht në formën e tyre të papërpunuar siç është forma e zjerë. Rezultatet që do të merrni në fund do të jenë mbreslënëse për organizmin dhe do të lehtësoni gjithashtu komplikacionet e tij. Ekspertët këshillojnë konsumin e vezëve të zjera fort për të evituar gjithashtu edhe helmimin ose ndikimet negative të tyre në shëndetin tuaj. Zakonisht, zihemi çdo mëngjes me nënat ose gjyshet tona sepse preferojmë të hamë veza në mënyra të ndryshme, por këshillohet më shumë veza në formën e saj të zjerë, sepse kështu do të merrni ndikimet pozitive në mbrojtjen e organizmit dhe do të lehtësoni një sër komplikacionesh. Ekspertët e Healthline thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur duhet t'i ketë pjesë të pandarë të dietave të tij. Konsumi i vezëve të zjera vazhdimisht në vaktet tuaja ditore do të jetë gjëja më e mirë ushqyese që mund t'i ofroni trupit tuaj. Kështu vlera dhe përfitimet që do të keni në organizëm do të jenë vërtet mbreslënëse. Ndaj, nëse doni të shtoni vezët e zjera në dietën tuaj, atëherë 1 deri në 2 vezë janë më se të mjaftueshme për të marrë përfitimet e tyre shëndetësore. Vëmendje,
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.